figura më unifikuese dhe është gruaja më e votuar në kuvend. Por ndërkohë nuk po i bie që vetë lëvizja vetë vendosje po e dëmton më së shumti figurën Albulena Haxhiut. Nëse referohemi të kaluarës, zoti Kurti nuk e ka shumë problem për të djegur figurat politike të vetë lëvizjeve vetë vendosit. Po mendoni që po e djeg Albulena? Kemi një varg figurash që në një kohë kanë lullzuar, kanë pasur shumë shtetje. I fundit që po mbi ndërmend është Arben Vitia, që tashmë nuk përfolet në publik, është thuja inexistent si figurë e rëndësishme nga lëvizja vetë vendosje, por në një kohë ka qenë shumë me popularitet lartë dhe i kemi pas shumë veprime. Ka e koha kur u propozu kandidat për Prishtinën, si i vënuar, mos mbështetja e tij, e gjitha veprimet që quan në zbehjen e figurës së tij të popularitetit që e pat. E njëjta ndodh edhe me zonin Haxhiu dhe me secilin që nuk është me mbiemrin Kurti. Një figurë është rëndësishme në lëvizjen vetë vendosje, ajo është Albin Kurti, e gjithë të tjerët mund të jenë të përdorshëm për situata të caktuara, varësisht rolet që mund ta luajnë në një fazë të caktuar kohore. Po thoni që këtu Albin Kurti qëllimisht ka përdorur emrin e Albulena Haxhiut që ta djeg figurën e saj? Unë mendoj që qëllimisht e ka përdorur më shumë duke ditur që nuk mbështeten nga partitë opozitare. Dhe duke e përdorur këtë emër, e ka bllokuar procesin në këtë fazë, e fajson për ata që mund t'i besojnë që opozita është fajtore për shkak që nuk po e voton një kandidat që ne kemi propozuar sipas kushtetutës, dhe më shumë se sa që ndoshta do donte ta digjte. Po kur është në interes të partisë dhe të zotit Kurti, secili është i përdorshëm në lëvizjen vetëvendosje pa pas ndonjë dilemë se bëhet mirë apo bëhet keq. Por tashmë kur kanë kaluar gati se 4 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve, cila mund të cilësohet dalja